Gjatë javës së shkuar ka pas disa ngjarje interesante. Unë do përpiqem çdo herë që të sjell si hyrje të programit një, le të themi, qëndrim tim apo disa qëndrime të mia lidhur me ngjarjet e javës së shkuar. Gjatë javës së shkuar ka pas disa ngjarje interesante. Një nga këto ishte dje në Britaninë e Madhe, u zhvilluan zgjedhjet në një zonë, në një distrikt elektoral të caktuar. Ishte një lloj testimi, është vetëm një zonë elektorale, është një distrikt elektoral, prodhonte një deputet, jo më shumë, por ishte një lloj testimi ku pa forca e partive tradicionale, Partisë Laboriste dhe Partisë Konservatore, por në gjithën kohë edhe forca e këtij zotërisë që u shfaq në ekran, Nigel Farage. Ky është një konservator i shtyr pak më tutje në spektër se sa partia konservatore, nuk është ekstremist. Nuk është si partitë e tjera, le të themi, si ADF-ja gjermane, nuk është si Le Pen në Francë, por është një politikan dhe përfaqëson një lëvizje që është në spektrin politik pak më të djathtë se partia konservatore. Zgjedhjet i fitoi ky zotëria, pra lëvizja e tij. Gjë që duhet marrë si shenjë është shenja e nëtë që na jepet se diçka në Europë është duke lëvizur. Fenomeni Trump është duke impaktuar edhe jetën europiane, sido që këto janë fenomene dhe lëvizje që kanë nisur përpara se Trumpi të dilte në skenë. Dua të them që ka një lloj lodhje, një lloj mërzie, një lloj zëmërimi të miliona europianëve ndaj disa dukurive që janë shfaqur vitet e fundit apo dekadat e fundit, ndaj të cilave klasat politike nuk kanë mbajtur qëndrim. Siç është fjala për multikulturalizmin, siç është fjala për, nuk e di, fenomenin transgendrave, apo siç është fjala për lëvizjen woke, e lëvizjet e kësaj natyre. Njerëzit janë lodhur, dhe njerëzit janë duke përqafuar disa vlera tradicionale, që për ata janë të rëndësishme, që nga familja, që nga kombi, që nga, le të themi, bazamenti biologjik në përcaktimin e sekseve, në përcaktimin e gjinive, e të tjera. Ky është sinjali, apo ky është mesazhi që sipas me dha ngjarja elektorale në Britaninë e Madhe. Në të njëjtën kohë në Gjermani, po dje, në mos gaboj, se pardje u mori vendim nga institucionet gjermane, të cilat e shpallën alternativën për Gjermaninë, që është lëvizje ekstremiste në Gjermani, e shpallën si lëvizje ekstremiste. Unë nuk e di nëse kjo është gjëja e dur për të bërë, sepse alternativa për Gjermaninë përfaqëson disa milion gjerman. Edhe unë përsëris nuk e di nëse është mënyra e dur ta shpallësh pra një parti që përfaqëson miliona gjerman, ta shpallësh një parti ekstremiste, gjë që mund të çojë edhe tek një vendim tjetër për ta ndaluar atë, për të hequr të drejtën për të marrë pjesë në garat elektorale. Nuk e di pra nëse kjo është gjëja e dur për të bërë. Me thënë drejtën, unë kam frikë se nuk është gjëja e dur për të bërë. Edhe tani po hidhem në Francë, sepse edhe në Francë përpara, le të themi, 2 apo 3 javësh, Le Penit ju hoqet drejta për të kandiduar, ja hoqet një gjykatë. Sigurisht gjykatat janë gjykatë dhe kanë punën e tyre, marrin vendimet e tyre, dhe ato nuk kanë pse kondicionohen nga, le të themi, arsyetime apo logjika politike, por në të njëjtën kohë kur e shef nga distanca, ose edhe ndoshta jo nga distanca, duke qenë atje në Francë, duke qenë francez, të shohësh që është duke u dënuar një person i cili përfaqëson me miliona francez. Unë kam përshtypjen që nuk është gjë e dur, dhe në këtë kuptim demokracitë europiane ndoshta do bënin mirë që të bënin një ndërhyrje në mënyrë që të pengonin, le të themi, disponimin e gjykatave për të ndëshkuar, për të penalizuar autoritetet të rëndësishme publike, për, le të themi, për vepra të ndryshme penale. Është ajo që ekziston në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump u zgjodh president, ai pati disa procese gjyqësore përpara se të zgjidhej, ndoshta dhe mund dënohej, ndoshta dhe mund futej në burg, pa ai përsëri do zgjidhej president nëse shumica e amerikanëve e donte. Unë mendoj që këtë gjë duhet ta kenë edhe europianët.
Këto ishin gjërat që unë doja thoja, ka pas edhe një gjëra tjetër që ka të bëjmë me Kinën, kam lexuar shumë ekonomistë kohët e fundit pas lëvizjes së Trumpit lidhur me tarifat, Trumpi ka kërkuar dhe po kërkon akoma ati imponojë botës tarifa në mënyrë që të vendosë një lloj balance në një situatë ku Amerika sipas tij ka qenë e pafavorizuar. Ekonomistët kanë menduar që kjo do penalizojë Amerikën. Ekonomistët kanë menduar që Kina nuk do lëshojë pe, Kina do bëjë të fortin, por ka disa shenja që Kina nuk po bën të fortin. Kina mund të tërhiqet sepse Kina po penalizohet gjithashtu. Është për të para, edhe unë nuk jam asnjëri i fushës, vetëm po ju sjell tu informacione që kam lexuar. Mirë, kjo ishte hyrja që unë pata për Arnautistanin e sonтëm. Sigla. Canaveral, Më ka ardhë në studio, ndërkohë kamerat e kapën duke folur përpara meje. Më ka ardhë në studio Apollon Baçe, arkeolog, akademik, autor. Shumë faleminderit që jeni këtu. Lutem. Ne folëm telefon dhe ti më folë me entuziazëm për një botim të Akademisë së Shkencave. Pjesë e këtij botimi, nëse s'ka marrë vesh gabim, është dhe Epiri, ku ti një kontribut veçantë. Është kështu? Historia shqipnisë po ribëhet në një variant tjetër. Do thot janë darë pjesët, Ilerin në antikitet e ka Neritani, Epirin e kam unë edhe atë veriun në të ofiset Ilire, Mesedën e ka Pëllum Zhuviqës, me të vërtet do thot nga më të mirët gjatë Ballkanit, për ndoshta të Evropës, mbushit komplet e gjitha, pastaj janë ata që vazhdojnë të tjerë. Kjo është historia e Shqipërisë e ngjashme me një version që ka dalë një herë, disa volume? Po, do thotë e parë në mënyrë tjetër. Për shembull në historinë e vjetër e Epiri zindet 2 faqe. Të mendoj që kjo është pjesë e popullit tënd dhe e gjitha kalohet me 2 faqe, në një moment që kjo është pjesa më e lavdishme e historisë sonë. Më e lavdishme? Nuk e tepron kur e thotë? Ja. Për shembull të them këtë gjë që ka një traktat midis Kartagjenës dhe Romës, në të cilën traktati është pak a shumë i tillë, që betohemi për perëndit tona, Zamolksin, Jupiter, Lasës, Marsin e këta të tjerat, që në rast se ne do sulmohemi nga pjera i Epirit, do ndihmojmë njëra tjetën me flotë dhe me ushtri. Në rast se neve nuk do ta bëjmë këtë gjë, do flakemi ashtu si po flakim këtë gur tash. Kjo u bën në Pllakat Bakri, u vendos në Kapitol, u vendos në Kartagjen, me një fjalë, në një moment që 2 shtetet më të fuqishme. Dhe njëra ishte pakt midis 2 shteteve, cilat ishin shtetet? Roma, Kartagjena. Kanë qenë shtetet më të fuqishme të kohës, nuk ka të tjerë, ose të vetmit, t'ja themi. Edhe këta bashkohen, do thëtë, është pak a shumë nesë si të thëmë mund që bashkohet Bashkimit Sovjetik me Amerikën që të luftoj me Shqipërinë. E kupton që ky është 2 shtetet më të fuqishëm bashkohen me njëri tjetrin që do ndihmojnë njëri tjetrin në rast se sulmon ky. Nuk është kohë e lavdishme. Për një historian, për Apollon Baçën, si thuash, ngjyra etnike e Epirit është e padiskutueshme në histori? Në kryeterës? Po. Nuk ka pikë pyetje? Nuk ka.
Pse shqiptarët ka një lloj kështu animoziteti kur grekët thonë e piri jugut, e piri veriut? Shiko, për mua ka një gjë të tillë, do vetë fjala e pirë është një eksonim. Eksonim do thotë emërtim që ta bën një i huaj, jo vetë. Etnonim është kur e bën ti vetë, eksonimi është kur e bën të huajt. E pirë nuk ka asnjë kuptim, do thotë vetëm tokë, stere. Po që se ti ecë në det, edhe të zëmë Kristofor Kolombi, edhe ata panë tokën, e vërtet e pirë. Stereja, toka, terra, ose këto. Atëhere, kjo vjen në një moment... Çfarë gjuhë është e pirë? Fjala e pirë? Greke. Greke? Po. Edhe sot në gjuhën greke ekziston fjala e pirë? Apo se ke ide? Kjo ekziston. Fillon me Thukididin, ai e ka bile me Homerin, tamam. Ai e ka këtë gjë, do thotë të gjithë banorët e ishive, ata që janë përballë e quajnë Epirot, nga që janë Thukididi ka betejën e Subotës, që bëhet në bishtin e Korfusit. Është beteja më e madhe detare që njihet, edhe është Thukididi që dëften atë të plotës hera parë që një betejë detare dëfteje tamam. Edhe aty o thotë, kërkyrasi unë ndihmohen nga barbarat thot, e Epirit. Barbarat e Epirit në këtë mes përdoret tokës të Seres, nga që këta janë nga Isulli, nga Korfusi, edhe kjo e quhen tokë Stere këtë. Ka një gjë të këtillë që për shembull në tërë botimet që janë të shekullit 19 nuk diskutohet kjo gjë, që Epiri ka të bëjë me Ilirë. Do thotë janë fise, cilat janë tazëm mollosët, janë kaonët, janë thesparotës. Ndërkohë ne mund të ndjekim edhe një hartë që e ka sjellë Apolloni me vete për krijuar një ide dhe për ndjekur edhe gjërat që thot Apolloni. Aha. Kjo është një hartë bazike që nuk është botuar deri të shties, hera parë që del në publik. Po të shikoni këtu, Epiri përbëhet nga disa fise, janë thesparotët, mollosët, kaonët, edhe kasopët. Tashti, këta janë fise, si mund të jenë taulandat, të jenë engelejt, ka një emër të përgjithshëm për Ilirët, thotë. Do thotë në rast se fjala e Ilirët është si e themi popujt Ilir, popullësit Ilire, si gjermanët, popullësit gjermanike, slavët, popullësit slave, e të këtilla. Edhe ke kjo, është një pjesë e këtillë që thesparotët janë pjesë e popullësisë Ilire. Emri që ata kanë që quhen Epirot, është në vitin 370, një më duket, kur është Aleksandri Mollos bën atë që quhet si mahia, do thotë bashkë luftëtarët e shtetit, e quhen do thotë, nuk mund ta quhente më Mollosët, si ishte deri në atë kohë Mollosët, nuk e quhente dot kaonët, kujdo i ngelte qefi, po që se vi emri dikujt tjetër. Atëherë gjetën një emër komplet neutral, Epiri, e u fut në mënyrë të këtij. Po një grek mund të ketë një logjik mistreco, tonë shoviniste, mund thotë. Emërtimi është grek. Tani të thuash që ky është një eksonim për zvogëluar kredencialet tona mbi përgatësinë greke të Epirit, është që ke pa drejtë. Okej. Të thash që deri në shekullin 19 të gjithë qëndrimet ishin komplet normale. Për shembull, është katalogu i antikitetit, që janë një botim angles, ajo thot ta fjalë, që nuk diskutohet, thot që popullësia e Epirit ka lidhje me popullësitë e Italisë së Jugut edhe me Ilirët, që i përkasin të njëjtës racë. Theodor Mommseni, e këtë dëgjuar, besoj që është i vetmi çmim Nobel në histori,
është ajo që ka pëtu cilin dhe përmbledh dokumentave latine, komplet janë një 10 a 20 vëllime se i ka të ndarë nga i herë me 2. Ajo thëtë të gjithë, thëtë rinia të rime e Pierote, thëtë, para arsit e shqiptarve, e quonin Pieron Shqiponj. Kaq. Faktikisht, ke Barletit, që Barletit nuk e thëtë asnjëherë Arberi ose në gjë tjetër, po gjithë e thëtë e Pieroti për Skënderbeu. Unë kam bërë një gjë që kam marrë në këtë pjesë, komplet të gjithë autorët antik grek, që përmendin fjalën, që përmendin këtë zonën me një fjalë, jo fjalën. Të tërë e kanë që nga Skylaksi i shekullit të 6, edhe deri ke Polibi i shekullit të parë, të gjithë thënë të gjë që Greqia fillon te gjerit të Amberkisë. Të tëra këto pjesët, këta i quajnë barbar. Me fjalë, ku fillon Epiri? Nga gjini Amberkisë, jo, atëre, mund të kapim në të kundërt, nga gjeri Amberkisë, nga poshtë deri në Vjos. Deri në Vjos. Nga ana tjetër ka detin, nga ana tjetër ka malet e Pindit. Në faktu, në fillim të shekullit 19, unë jam marrë që me këto autorët me utharë dhe partë huaj që filluan të shkronin për Ballkanin, për Greqinë sigurisht çik më shumë, sepse po bëhej revolucioni grek, po edhe për Ballkanin, këtu njohur me shqiptarët. Edhe filluan të bënin edhe harta, sepse Perandoria Osmane po zbythej, u thoshte mendja që po krijohen ca shtete të reja, komme të reja, e filluan të bënin të përvijonin dhe kufijtë të kombeve të reja që po lindin. Edhe Shqipërinë dhe shqiptarët i çonin thellë në jug, me fjalë. Është kjo që thoni dhe ju. Është libri i Pëllumxullit, që është me të vërtet libër më i mirë për mesjetën e mesme, që është botuar viteve të fundit, jo tek neve, po në Evropë komplet. I quhen Arberit e Jugut. Do thotë ky është titulli i librit, Arberit e Jugut. Kuptimi i kësaj, këtë nuk e kanë nxjerrë ky nga koka, po tërë dokumentat e Venedikut, dokumentat e papatit, i quajnë Arberit e Jugut, nuk ka Epir. Unë për koincidencë, gjysim ka qenë vali Zëvendës, vali vilajetit të Janinës. Atëherë ti e di ku fillon dhe vilajeti Janinës, fillon dhe ke gjiri Amberkisë, vazhdon dhe deri diku nga Berati, nga këto tjerë. Unë ke shënimet e tia shoh një gjë të tillë që thotë 80% e Janinës, se sot është qytet grek, 80% janë shqiptar, 10% janë cifut, 10% janë grek. Kur? Në cilin vit? 1904, 1905, diku në këtë kohë. Në kohën e sundimit Dali Pashtë e Helenës, nga leximet që kam bërë unë, më është dashur të lexoj të autorët dhe udhëtarët e huaj, edhe që nga Pukvilje e tjerë me radhë, shqiptarët ishin popullsia e dytë në Janinë. Sido që historikisht është Epir dhe nuk ka lidhje me grekët. Pastaj më mbrapa ti mendon që ka ndryshuar në terma demografik popullsia? Ja, Pukvili duhet disë gjë që nuk është as pak dashamirës ndaj shqiptarëve. Më shumë serioz është Hani, është konsulli austriak. Po Hani është më mbrapa? Po, jo shumë më mbrapa. Është në shekullit 19 edhe është Liku, këta tjere që janë më serios, po unë nuk po kapem vetëm ke këta. Unë po kapem ke të huajt që flasin një gjë të këtillë. Për shembull ke në Greqi ishte ke Helenët, ishte që lumi i vdekjes ishte Aheroni. Lumi i vdekjes si e di ku kalon Aheroni, kalon mes për mes Epirit.
Edhe aty thot këtë gjë, thot një vend thot ku kalojnë njerëz me 3 palë sy, thot amnipas, thot një vend që po të hyje brenda ishte Cerberi nuk të linte të dile jashtë. Me fjalë është një botë mistike që ti nuk e njeh fare. Nuk merr pjesë në asnjë nga këto konfederatat ose këto të tjerët. Dhe është shumë interesant, ajo që fillon ta përmend këtë është Homeri. Homeri atë është interesante kjo Odisea. Odisea, dheu i tij është Itaka apo jo, ha? Itaka është 20 kilometër nga bishti i Epirit. Do thotë të gjitha gjërat Homeri që dëften të ato ngjarjet e këto, niset nga pjesa e Epirit. Për shembull, është varrimi i Patroklit që fillon që bëhet tuma, që vinë ata njerëzit që djegin e fusin. Nuk ka varrim të tillë me tumë në Greqi. Ka marrë fund që në shekullin e 12. Ky merr gjithnjë fut këto zakonet që janë vendos. Duke se është varrimi që bëhet çu edhe burrat që të sherrin gjoksin apo? Po. Ti mendon që është një huazim si thua i marrë një nga kultura e Epirot? Njihte pjesën aty të Epirit. Është një gjë e tillë që ajo që mendohet që ka me vërtet ka një send të tillë që për shembull në stadium ti mund të vesh pa e ditë gjuhën. Në tempull mund të futesh pa e ditur gjuhën. Në seditor futesh pa e ditë gjuhën. Në theatr ti futesh vetëm pa e ditë gjuhën. Po është interesante që fillon theatri edhe i pari është i shekullit të 5, që është akoma pa u bashkuar, pa filluar akulturimi me grekët, pastaj ty të vjen deri në Dimal, të çohet përpjet. Do thotë kjo është një njollë e cila fillon edhe ty të përhapet ajo akulturimi. Për shembull, të ke një gjë të tillë që në Rusi, në pallatin e mbretit, flisin një rusishte shumë të keqe e një faringjishte perfekte. Jo se nuk e dinin rusishten, po do thotë diferencoj nga jo shtaresa e këtyre tjerëve. Shekullin e 19. Shekullin, në kohën e Napoleonit. Të luftave, ke lufta e paqe, e ke Tolstoj. Këtë gjë, Tolstojit. Po aty akulturimi të fillon në një moment të tillë që flota e Sirakuzës e mbyt flotën e Athinës, atëherë Athina detyrohet që të marrë lëndë drundi, është në luftë me Spartën. Atëherë do të tërheqi këtë me vetën e vetë, merr një nga ato princat mollos, Tharipën, e çon në Athinë e mëson tamam në shkollë. Edhe thot është i pari që futi këto ligjet të greke që i futi edhe në Epir. Fillon ajo që quhet akulturim. Do thot që ti fillon edhe një popull ti mund ta pushtoj tjetrin, edhe merr emrin e gjuhën e tjetër. Për shembull ti nuk e di sa e di këtë gjë, që bullgarët nuk janë popull slav, apo ja, ha? Janë popull të rana ogus. I pushtuan slavët që kishin një kulturë më të lartë dhe morën gjuhën e tyre. Ja, po kur vjen puna te Epiri, erdhi një moment që termi Epir u bë demode. Pse? Pse ndodhi kjo? Mbas epopes skënderbejane, le të themi. Nuk ishte më term popullor, humbi sharmin. Hyre fjala vilajet, do thotë ishte ndarja turke, bëj me vilajet, ato ishin njësit më të mëdha administrative. Vilajeti ka qenë, gjysi ka qenë vali i Tarakisë, do thot i Bullgarisë, komplet. Vilajet ka qenë i Janinës, hyni fjala vilajeti i Janinës, do thot me turqit ti ketë bësh me zbehjen komplet të kësaj një. E dyta, para turqve, kanë qenë këto dinastit e mëdhaja, jo tokot e këta tjerët që janë, spadat. Hynë principata e Filane, principata e Zenevisve, principata e këtjellë dhe atjellë, dhe
e ndan, nuk është më një unitet i bashkuar, një shtet i tërë, po këtë bës me principatet veçume. Po në letrat bizantine, në kulturën bizantine, termi epir figuron? Deri 1205 është despotati e Epirit. Kur dekompozohet Bizanti, që bëhet Nikeja, despotati Nikejas, diku merret në Stambolli, e kanë marrë Venediku e këta tjerët, bëhet ky despotati i Epirit që i kishte kryeqendrën në Berat. Jo çfarë shpjegimi keni që shqiptarët në një moment caktuar zhduken nga historia, nga shekulli II deri në shekullin e XI. Nuk përmenden më. Pse ka ndodhur kjo? Dy thjerës son. Po, dy thjerës son, po. Shiko, Epiri arrin një nivel të lartë, kultural. Për shembull, është një dokument romak në cilin thotë që Epiri thotë na shkatërroi, na korruptoi, thotë nga që na futi lekun e argjendit, paratë e argjendit e tjegullat e qative, derisa i kishte me forte. Në vitin 167, Palemili në të ekspeditën e tij që bën në Epir, brenda një ore ka arrestuar, po i ka sllavaruar 150.000 vetë, ka vra edhe ka sllavaru. 150.000 vetë, aq ishin qytetet e asaj kohe, për shembull për Epirin duke fol në këtë gjë. Atëherë ky është luku qytetarin. Një nga ato që kisha, kur vjen Staraboni, thotë akoma thotë nuk e ka marrë veten, nuk do ta marrë kur veten, thotë mbas masakrave që ka bërë ky Palemili. Palemili është e gjithë bota e lufton, e quhen si një general të lavdishëm, ajo është një kasap. Ka therë brenda 4 orëve 25.000 ushtar Maqedonës në betejën e Pidnës, si bëhet atje. Edhe këtu, arrin edhe të gjithë të gjë e bën për hir të triumfit e quhenin romakët, ti merr të gjithë ato Arin, Florinin e këto tjera të që janë, paragalon me karrocë në këtë. Faktikisht e solli do është lajmi është i tillë, jo nga një, po nga disa autorë, që u lajmëruan të gjithë ata kryetarë të qyteteve që ishin, që në ora kaq të mbledheshin i gjithë ari, të gjithë monedhat, të gjithë gjërat të çmuara në qendër të qytetit. Edhe ç'a bëjnë? Dërgojnë nisin, për shembull do thotë do vej deri në kavaj to 2 orë, 3 orë në këmbë, ajo që do vej në Gjerokas do 7 orë, atëherë i nisin në mënyrë të tillë që të gjithë jenë atje në një kohë të caktuar. E në atë kohë të caktuar, ky e fjalën që po që se ju i dorëzoni këto arin, që të gjithë nuk ju nget asnjëni, atëherë ky i marr edhe i sklavaron që të gjithë. Edhe sklavaron edhe qytetet kaone të cilat ishin me romakët gjatë kohës luftës. Nuk ka bërë vaki në një herë në botë, është rasti i vetëm, bile edhe në Kartagjen, kur merret Kartagjena, gjithsesi 70.000 vetë që parangosen, kurse këtu janë 150.000. Do thotë ky është ai maksimumi. Që lidhje kishte kjo me pyetjen që ju bëra unë, që pse për gati 8 shekuj shqiptarët nuk figurojnë në letrat e historisë? Nga 2 deri nga 10? 10 po. Atëherë që 2 do thotë ti e ktheve një vend nga qytetarët, ti e bëre këtëndar. Një. Ana tjetër është kjo që kur formohet një perëndari që quhet Perëndaria Romake, nuk ka më. Ka vetëm do thotë njësi të tilla Iliriku, që quhej
një pjesë. Maqedonia do thot për shembull Vlora, Elbasani, këto të tjerat I takojnë Maqedonisë, këto të tjerat do thot ty të zhduken këto emërtimet. Ty fillojnë të dalin emërtimet të dalin vonë me arberin, do thot nga shekulli I 10-11. Po duhet disë edhe një gjë, që në vetë Bizantin në kohët e fundit, Bizanti do thot ishte dekompozuar një farë masë të këtil që dikur çdo gjë ishte artë, mberet në të hanë me Lugë Deroni. Do thot këtë bës më të Dark Age, që quhet një, edhe e dyta ti ke për shembull në Romën, ajo që quhet që mbajti Romën gjallë në këmbë, ishin perandorët I lirë, nga që ishte koha që ushtria është ajo që bën zgjedh perandorët, edhe ke një varg me një 10 perandorët, një në më sjedrit, një me Dioclecianin, me Justinianin e këta. Gjo, unë tani në fund do doja ne jemi një info lidhur me këtë botimin që do bëhet. Sipas jush ky botim është më I rëndësishëm se sa kolana e parë e historisë së Shqipërisë, që ka një 4 volume I pari? Besoj që po. Të paktën pjesën time po. Po është më I madh në terma të volumit se sa botimi I parë? Po, për shembull në vëllimin e parë e Piri, që për mua është pjesë organike e shtetit, ose e Ilirëve, e Ilirisë. Ashtu e që do thotë jo vetëm në antikitet, po në mesjet, ti e ke deri mesjet në vonë, deri ke në shekullin e 19 të ndahet me 2 faqe. Do thotë të gjithë të tjerët, për shembull partia që nga 45 këtej ti ke një 500 faqe, e Pierit ndahet me 2 faqe, unë kam bërë 150 faqe. Që do thotë e gjithë libri, gjithë botimi është një gjë shumë e madhe, e rëndësishme në terma të volumit. Jo vetëm si volum, po e si cilësi. Të paktën do thotë pjesën e antikitetit e kemi unë dhe Neritani. Neritani është një nga një nga arkeologët më të mirë që ka Evropa. Është dhe kështu filio d'arte, është I biri një arkeologu. Po. Si punë e darit që thotë Arian, thotë bir Arian, thotë nip Arian dhe stërnip Arian. E tillë e ka, është një dinasti arkeologjike se edhe bia ti është arkeolog. Po në këtë botimin e ri, ka dhe kënd shikime të ndryshme, apo kënd shikimi I njëjtë është? Jo, ka një gjë që në pjesën do thotë, pjesa e Ilirisë trajtohet në farë masë. Do thotë ka qenë edhe koha që nuk guxonim ne dilim nga kufit e jonë ose ke këto të tjerët. Edhe këtu ato botimet që kanë qenë, do thotë ka pas një sër botimesh për problemet vogla, për shembull për monedhat ose këto, mjaft të mira të farangës, ka pas libër, po nuk ka pas një gjë, një tërësi për këtë. E vetëm një gjë që ka qenë një libër I tërë është libër Hamondit e Pieros, që ka vënë vullën, edhe I këtij kabanit që merr e Pierin pas vdekjes Pieros. Kjo është vetëm një gjë që tash është komplet I kundër vjet. Mund të them vetëm të bie 2 citate nga këto librat e përparshëm. E Pieri thotë ka qenë thotë diga, thotë që mbaroti thotë Greqinë klasike, thotë nga barbarët ilirë. Ky është përfundimi Hamondit. Edhe fuqitë e mëdha thotë ja falën thotë shqipnisat në mënyrë pa drejtë thotë qytetin e bukur të Sarandës. Ky tjetëri, ky kabani, kjo thëtë të gjithë, thëtë e Pjera thëtë ishte si punë ati qenit, thëtë, që është I lidhë ke kasolli ati. Ajo nuk e ndjen thëtë të kularin në qafë, por në momentin që tenton që të largohet, thëtë, ajo e mbytë. Këto janë paka shumë opinionet për të. Unë falenderoj shumë që ishte këtu, unë mazi po pres që botimi të dalin dritë. Kur del? Apo se ka një ide?
Nuk e di se kur do dalë, ndoshta do mundohen që ta botojnë vete. Ka një vit e gjysmë që unë e kam dorëzuar. Edhe ngelet, nuk e di, të gjithë e kanë dorëzuar, Nevitan e ka dorëzuar, unë e kam dorëzuar, Polumbi e ka dorëzuar. Nuk e di pse ngelet. Oke, shpresojmë atëherë, po i drejtojmë akademisë, shpresojmë që ta nxjerrin sa më shpejt të botim, që me siguri më kanë folë edhe tjerë për këtë botim, sepse përfshin gjithë historinë e Shqipërisë, E gjithë. deri ditën e sotme. Deri sotme. Mirë, ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj shumë suksese në punën akademike në të ardhmen. Okej, faleminderit. Mirë dhe kjo ishte biseda që më patë me akademikun Apollon Bashe, sigurisht nuk është një bised e zakont, është bised siç e sugjeron edhe vetë statusi i të ftuarit akademike. Unë shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Bashkë do shihemi përsëri pas publicitetit me Ridvan Peshkupin.